Ju përshëndes. Shtetet japin para që ti të ikësh nga vendi. Për shembull, Anglia jep 40.000 pound që ti të ikësh nga vendi. Njëkohësisht edhe Gjermania, po ashtu edhe Franca, po ashtu edhe Norvegjia, edhe Zvicra, edhe Suedia etj. Pse është pyetja? Po ju lë pak sekonda, ndërkohë kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jeni prerë bashkë. Nuk është se i di të gjitha, absolutisht jo. Por nëse ju njihni disa sekrete që janë vendosur prej vitesh, atëherë padyshim do të ishit pjesë e këtij argumenti. Tani duhet të dini që disa nga këto le të themi programe ishin vendosur që nga vitet 70, por nga vitet 70 u vendos me një fjalë për sa i përket reduktimit. Tani disa prej jush ndoshta e ka kuptuar që deri dje shumë nga shtetet e mëdha kërkonin emigrant, sepse dikush kishte vendosur që të shkonin emigrantët. Në fakt, nëse e mbani mend, nga vitet pas viteve 80, qoftë Rumania, qoftë Shqipëria, qoftë vendet e tjera, filluan që bën dyndjen e madhe. Në fakt, Shqipëria pas viteve 90 bëri një mësymje që të themi që ishte pothuajse gjysma e popullatës iku. Dhe me kalimin e kohës disa u kthyen, por të tjerë vazhduan që të esin. Dhe vetëm një pjesë prej tyre mbetën jashtë. Dhe pyetja është, si ishte mundur që deri dje, pra të gjithë kishin piksynimin që të iknin jashtë, gjoja se kur nuk e kishin bërë shtetet e mëdha, sikur kjo gjë erdhi nga brenda shtetit shqiptar, gjë që askush nuk të lësot që ti të shkosh në një vend të huaj, por ishte vendosur prej kohësh, dhe tani, duke ndejtur disa vite jashtë, pas 20 viteve, parafërsisht, apo ndoshta edhe më shumë, shqiptarët, një pjesë e madhe prej tyre, u kërkohet që të kthehen në vendin e tyre. Pra, nëse kuptohet kjo, atëherë kuptojmë jo vetëm projektin 2030, por edhe projektin 2050. Në vitin 1970, parafërsisht 74, ishte bërë një projekt që e firmosën disa shtete. Kemi thënë këtu disa herë, por unë duhet ja u përsëris për ata që nuk e kanë kuptuar ose nuk e kanë dëgjuar videon. Ishte bërë një marrëveshje nga 190 shtete të botës. Dhe secili prej tyre vendosi që u vendos edhe nga shtetet tjera që s'kishin mundësi në atë kohë, për shembull për Shqipërinë e vendosi Jugoslavia, është e vërtet kjo, vendosin që për një pjesë të ulesh numri. Dhe numrin duhet ta ulin nëpërmjet disa gjërave, pra disa ushqimeve, disa produkteve etj. Mirë po, një pjesë e vogël pastaj nga sipër, nga ret edhe nga mënyra të tjera. Por ky ishte hapi parë. Hapi parë sepse janë ushqimet ato që janë thelbësore për jetën e njeriut. Në fakt, duhet të dini që në vendet e zhvilluara shpenzohet rreth 7 herë më shumë se sa e nevojshme. Pra, nëse njeri duhet të shpenzojë një herë për aq sa ka, ai shpenzon 7 herë, pra në vendet e zhvilluara. Në fakt, një pjesë prej disa vendeve, më pak kjo në Itali, por në vendet e tjera më shumë, e hedhin poshtë ushqimin në disa vende. Kjo për shumë arsye, jo vetëm për shkak i konsumimit, por edhe shkak që nuk blejnë shumë njerëz në disa raste, dhe një pjesë e këtyre ushqimeve hidhen në plera, sepse nuk bëjnë reciklim të ushqimit, ose ndoshta i japin kafshëve etj. Tani, doja të thosha me këtë që për Shqipërinë vendoste Jugoslavia, dhe Jugoslavia deri para shumë viteve kishte marrëdhënie të drejt për drejta me Shqipërinë, pastaj edhe Greqia. Greqia erdhi më vonë, dhe të gjitha këto produkte, pra një pjesë prej këtyre produkte vinte nga Jugoslavia dhe pastaj një pjesë erdhi dhe nga Greqia. Nga Greqia erdhi më vonë kur u kuptua që nga Jugoslavia nuk mund të vinte ashtu siç vinte më përpara, sepse kishin vërej që ishte, le të themi, më shumë e kontrolluar. Ai malli që vinte nga Jugoslavia. Kurse nga Greqia ishte më pak, me fjalë filloi të ishte më pak. Dhe ky ishte problemi kryesor. Më ndiqni me kujdes, se flas me superlative që e dini shumë mirë se përse, sepse këto gjëra me fjalë është vështirë që të flitet, por unë them që janë teori konspirative, megjithatë dëgjoni me kujdes. Pra, ky ishte shkaku që me kalimin e kohës duhesh me se s'bën që të bësh një kontroll total i popullatës. Dhe erdhi momenti që pas viteve 90 të mund të bëj, sepse kishin kaluar 20 vjet tashmë, nga i morin
Shqipëria, me fjalë Shqipëria komuniste shumë një pjesë prej gjërave, nëse mbani mend, me fjalë të ushqimeve apo të sendeve të tjera. Pikërisht pra një pjesë e madhe vinte nga Jugoslavia, ish Jugoslavia dhe pastaj nga vendet e tjera, për ata që nuk e dinë. Dhe kështu që pas viteve 90 shpërtheu eksodi dhe pastaj të gjithë ikën jashtë. Mirë po jashtë, nga i moment filloi që të bësh kontrolli më i mirë. Dhe çfarë ndodh tani, sepse do vinë, më ndiqni me kujdes, çfarë ndodh tani që të kuptojmë se përse po bëhet kjo loj, si mund të quhet. Ka disa prej jush, doja ta nënvizoj këtë, disa prej jush thonë që je shumë i gjatë në këto video, nëse nuk kuptoni thelbin, është e kot që unë flas këtu kot më kot, sepse nëse do t'ja u bëj me vizatime atyre që nuk kanë kohë që të dëgjojnë, le të shikojnë pastaj që të shkojnë ato telenovelat ose të shikojnë Big Brother, nuk ka problem. Por nëse nuk them gjëra thelbësore që të kuptohen nga ata që më të vërtet janë të zgjuar, atëherë është e kot që të humbisni kohë, sepse nuk humbisni kohë këtu për 10 minuta, 5 minuta apo 15 minuta që ne bëjmë një video këtu, sepse këto minutazhet do t'ju vyjnë në të ardhmen. Kështu që doja të nënvizoj këtë sepse shpeshherë lexoj komente që disa thonë, unë kush i dëgjon këto tani 10 minuta video. Nuk ka asnjë problem për mua. Unë nuk fitoj asgjë. Unë vetëm duke diskutuar së bashku, ato që di unë ja u tregoj. Nuk është se di gjithçka, por duke ja u treguar juve, mësoj edhe unë sepse diskutojmë së bashku. Tani po thosha, pas viteve 90 pra shpërtheu ky eksod i madh dhe ikën të gjithë dhe filloi kontrolli total. Tani kontrolli total, jo vetëm ata që ishin jashtë, por edhe ata që ishin brenda territorit shqiptar apo të Kosovës, Maqedonisë apo të Malit të Zi. Sepse nëse e keni kuptuar, pra ata që e kanë kuptuar, duke filluar nga vitet 90, u bë kontrolli total i të gjitha këtyre zonave që ju thash, sepse kontrolli ishte në vendet e tjera, por në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mali të Zi nuk ekzistonte. Dhe ishte nga i moment që filloi kontrolli. Në fakt, ish Jugoslavia u shpërbë pikërisht për këtë. U shpërbë sepse u krijua në atë mënyrë që të shpërbëj. Tani, pse kjo? Sepse duke qenë i shpërbër një vend, është më mirë, më e thjeshtë që ta kontrollosh. Duhet kontrolluar. Kontrolli bëhet nga të gjitha anët. Pra, për sa i përket numrit, por njëkohësisht edhe atyre produkteve që thamë më përpara. Dhe po thoshe që tani kërkojnë që të kthehen mbrapsht. Pse kërkojnë që të kthehen mbrapsht? 1. Është e rëndësishme që duhet kuptuar që shumë shpejt, shumë nga kufijt do mbyllen. T'ja u përsëris? Shumë nga kufijt do mbyllen, do bëhet si përpara. Me një fjalë ti, nëse do shkosh diku, je i detyruar që të kesh një kontroll, si për shembull edhe në Angli, që në Angli sot për shembull, sepse Anglia deri para pak kohë paktën italianët shkonin pa vizë. Mirë po ti tani është një lloj vize që bëhet online dhe ti je i detyruar që të kesh një kontroll të tillë. Pra, ti je i kontrolluar sepse çdo shtet do kërkoj autonominë. Sepse do them pastaj pse bëhet. Megjithatë, pika 1 është sepse duan që të ndahen dhe secili të ketë sovranitetin e vet. Pra çdo shtet të ketë sovranitetin e vet. Kjo do bëhet për shumë mënyra sepse për të mbijetuar këtyre viteve, duke filluar nga viti 2030 të agjendës 2030 deri në vitin 2050 do të jenë disa vite që se keni iden fare. Të paktën sipas parashikimeve, nuk është se vendosa unë, nuk është ose e them unë thjesht për ta thënë, por do jetë pak në italisht thuhet l'anni della tribolazione, se do të ketë një periudhë shumë të egër, le të themi, në të gjitha fushat, sepse numri do rritet. Një pjesë prej tyre duhet me se s'bën që të ulet numri dhe një pjesë e punës do reduktohet, të ardhët financiare do reduktohen, e keni parasysh kur reduktohet puna, reduktohen të ardhët financiare ku shkon, e gjithë kjo. Dhe me kalimin e kohës, si që thash, do të ketë edhe këto, me një fjalë, vende të kontrolluara. Të gjitha vende do të jetë kontrolluara. Dhe nuk do të jetë si sot me një fjalë që është ajo me vizën Schengen, do të jetë forma të tjera që do të jenë të digitalizuara dhe këto digitalizimet që do bëhen do të jenë super të kontrolluara sepse gjithsekush nëse mendon që mund të shkojë me një pasaport falso, me diçka falso, është e pamundur, sepse me anë të gishtave, me anë të
syrit, sepse edhe me anë të syrit dhe me anë të skeletit të kokës e tjere, është e pamundur që ti të jesh kloni dikujt. Kështu që është e pamundur që ti të jesh në një vend tjetër me diçka falso. Pra, jeti dhe kaq, kontroll total. Dhe pjesa tjetër që është më e rëndësishme është që në këtë periudhë po luftohet, siç një pjesë e din, një pjesë e vogël kam bërë, që po luftohet e mira me të keqen. Pse? Sepse një pjesë janë ata që po luftojnë të mbajnë kontrollin e dikushëm. Pra të mbajnë forcën e viteve të mëparshme të një lobi të madh që bënte kontrollin total gjithandej. Dhe në këtë prizëm një pjesë prej tyre dëshirojnë që të jenë pjesë e një grupi të ri. Pra janë 3 grupe, që është e vërteta. 3 grupe, por një grup është më i dobët, sepse ka lindur kohët e fundit, dhe këto 3 grupe të mëdha që nuk do t'i gjeni kurrë t'jeni në qendër të vëmendjes, nuk do t'a di kush që ka 3 grupe, por po ja u them kështu në mënyrë konspirative, dhe këto 3 grupe, njëri që ka prej mijëra vitesh që gjendet aty, ka një grup tjetër që lindi rreth viteve 700 e ca, dhe një grup tjetër që lindi në vitet le të themi pas viteve 90. Dhe të 3 këto grupe luftojnë mes njëra tjetrës kush kërkon që të marrë një pjesë tani të forcës. Ata, ose më mirë të mbaj një pjesë të forcës, sepse grupi i hershëm, me qënëse grupi i ri tani filloi që të lullzoj, kërkojnë që ti marrë pushtetin dhe të mbaj kontrollin e totalshëm që kishte që prej vitesh. Mirë po, dhe thot, qa janë këta që kanë dalë, si themi ne për shembull në Shqipëri, për ndonjëri, erdhi ky fshatari që na u bëne, zakonisht ton për mua për shembull. Dhe kurse grupi tjetër i mban vetëm ISO, është një grup asnjanës që nuk është as majt as asdjatës, kërkon vetëm taj, një cop këtej apo një cop andej. Dhe në këtë moment, një grup kërkon që të mbaj kontrollin total që ka patur të përhershëm. Grupi i ri kërkon që të mbaj vetveten dhe duke kërkuar këtë, ata të tjerët kërkojnë që ti rrëmbej një pjesë të forcës. Në këtë moment bëhet konflikti dhe grupi i tretë është i detyruar që të shfaqet dhe të tregoj se me kë bën pjesë në një apo në tjetër. Dhe ky është momenti që po kërkojnë të 2 grupet që të kuptojnë se grupi në mes, pra grupi i tretë, se çfarë force ka dhe ku do që të marrë pjesë, në një anë apo në një tjetër. Dhe pikërisht në këtë periudhë po bëhet lufta e madhe mes të mirës dhe të keqes. Kush është e mira dhe kush është e keqja, vendoseni ju, do t'ja u lë juve në dorë. Do t'ju them se përse. Në fund kuptojeni këtë që po ju them, sepse është e vështirë të flasësh për këto, sepse një pjesë, thash, kishin kontrollin total dhe kanë kontroll çdo gjë, kontrollin e parave, kontrollin e politikës, kontrollin e çdo gjëje, por grupi i ri nuk kërkon këtë, por kërkon që të jetë çdo gjë barazi dhe të jetë forca të jetë e përgjithësuar. Në këtë rast i drejtohen popullit, pra më shumë ta ketë populli. Mirë po, ndërkohë, nga ana tjetër janë bërë projekt për reduktimin e numrit të popullatës, projekte për disa forma të tjera e tjera, dhe për të mbajtur edhe monopoli të gjitha gjërave, qoftë ilaçeve, qoftë parave, qoftë politikës, qoftë çdo gjëje. Dhe kur pikërisht në këtë përplasje do të dali ai që kemi thënë. Do të dali mjeshtri i madh, pra ai që thuhet Dexhalli apo me një sy. Mirë po, ose sy i vrar. Mirë po, nuk do ta kuptoj kush, sepse askush nuk e di se kush është, askush nuk e di, nuk e dim nëse do ketë një sy, do jeti i rregullt, do jeti i bukur, do jeti i shëmtuar, ne nuk e dim. Nuk e di askush, por në një situatë të tillë ja u garantoj që në fund fare do dali pikërisht ai. Dhe ai do ketë kontrollin total, kontrollin e digitalizuar të gjithën, kontrollin e sistemeve, të gjitha sistemeve të wallet, pra të digital wallet, që do ta kemi këtu, në këtë telefon, çdo gjë do e kemi këtu, frekuencat, çdo gjë, zemrën, trurin, çdo gjë do të jetë këtu, në këtë telefon. Dhe do të ketë kontrollin total. Për më tepër, kontrollin e monedhave, kontrollin e parave, që nuk do të jenë si këto sot, do të jenë virtuale, kontrollin e dokumentave, kontrollin e çdo gjëje. Dhe në fund fare do vendos edhe disa ligje që do të jenë shumë direkte, mos themi të rrepta, por direkte. Ligje për çdo gjë, ligje të numrit, sa duhet lindësh, ligje të disa gjërave që ti nëse bën do të ndëshkohesh me këtë apo atë dhe shumë gjëra tjera. Pra,
çfarë po bëjnë tani shtetet në këtë moment? Po bëjnë që duan që të largojnë disa emigrantë që kanë, edhe duke ju paguar, sepse kështu ata mendojnë që do t'jenë më të fortë nëse do t'i bllokojnë ato kufit dhe do mbajnë numrin e dur aty të popullatës. Gabim. Sepse me kalimin e kohës pastaj do të bëhet përleshja e madhe ose ndeshja finale. Dhe aty nuk dihet se kush do fitojë, por sipas gjasave ka një ide, dikush e ka një ide. Megjithatë, do dëshira një komentin tuaj, ndoshta dikush nga ju ka informacione edhe më shumë, por unë them që në sintezë mendoj se ju thash pak a shumë që të kuptohet e vërteta, ndonë se fola me superlativa. Duhet me se s'bën të flas me superlativa, sepse dini shumë mirë që është një situatë vërtet delikate, më mirë të themi diçka se sa mos të themi fare, qoftë na i mbyllin gojën, qoftë na i mbyllin dhe faqet apo etj. Kështu që pres komentet tuaja, ju përqafoj. Natë.